shpesh herë them unë, ka raste që gjej veten time se gjithmonë për shkak kur kam një mërzitje të madhe, një breng, kemi kaluar shumë gjëra, kalojmë pothuajse për ditë gjëra të këqija se kështu është jeta, me ndërtuar me të mirë dhe me të keqen bashkë. Po kur ti paragonizohesh me diçka tjetër, një fatkeqësi shumë të madhe, për shembull një luftë në X vend apo një fatkeqësi apo shikon një lypës në rrugë o një fëmijë që të zjat dorën, atëherë thua, shkon ke shtëpia dhe thua faleminderit Zot edhe për këto gjëra, dhe pse me probleme, duhet jemi falenderues, për se gjithmonë ka diçka më keq se ajo dhimbja që të ka plan ty si person. Për çdo njeri ka luftën dhe sfidën e vet në jetë dhe rrugtimin e tij, që nuk besoj që askush ta kaloj kaq lehtë, domethënë pa sfidë, pa problem, pa. E rëndësishme është në fund pra buzëqeshëm. Po patjetër. Patjetër, kjo është jeta. Është Elinara gjithmonë më rikthen mua në vitet 90 në 2000 kur isha I vogël edhe është nostalgji jo vetëm për kohën, por edhe për atë lloj arti, e kam fjalën për muzikën, e cila duket se iku edhe nuk kthehet më fatkeqësisht. Po sa mirë që ishte, edhe për aq sa ishte, do thoja. Mos më thuaj që edhe ti nga ata që ke rënë në dashuri duke dëgjuar këngën time me partnerin tënde apo kështu, jo, s'besoj. Elinara ja të ta tregoj një. Unë bie në dashuri me çdo lloj muzike që është e mirë dhe nuk e them thjesht kështu për luster, këtë e them vërtet. Edhe që po ti rikthem rockut për shembull, se un kam dëgjuar goxha rock edhe e preferoj si rrymë muzikore, ti më ngjason shumë të paktën në performancë me atë rockeren britanike apo amerikane, Lita Ford, që ka kënduar me Ozzy Osbourne. Ke gjetur një nga të my favorite preferuarat e mia që patjetër që mbase ka ngelur ajo hija ime atyre viteve, sepse unë me atë muzikë jam përfaqësuar. Në fakt unë kam qenë pak më e rëndë se rocku klasik, kam qenë underground. Gjithmonë kam pasur qef që muzikat ishte inovative. Nuk jam fanatike që vetëm muzika rock edhe ska, por artisti mirë nuk është asnjëherë fanatik. Artisti mirë do muzikën e mirë. Jam ke të gjitha llojet e rrymë, mjafton që të jetë një muzikë e bërë bukur. Absolutisht, të jetë kompozimi mirë. Ka kuptim. Në adoleshencën time mua më ka fjetur ajo ndjesia që kjo muzikë mund të marrë diçka dhe mund të jap diçka. Se ishte muzika më ine e viteve. Dua të kuptoj diçka. Ti ke qenë vajzë më e re atëherë. Një femër në rock underground duhet të ishte më e ashpër, më e fortë apo më e brishtë dhe më e ndjeshme. Edhe po ta bëj realisht si pyetje, se duke qenë se gjithë ose shumica e rockerëve janë burra dhe djemë, po një grua, është një perceptim tërësisht I gabuar. Pse do thuash? Sepse nuk ka të bëj natyra jote, personaliteti yt me atë që ti ke dëshirë të provosh ose t'japësh tek publiku yt, domethënë. Se varet është çështje karakteri, nuk është çështje se duhet të jem I egër apo I butë. Ajo muzikë është nga vetë fjala rock, është pak revolucionar, le të themi, në thojnë saj që flet për padrejtësitë, dhe ishin vitet që u krijua si muzikë, domethënë në ato kohë ishte ka filluar më herët, por në ato kohë ishte muzika më në mod, po s'ka të bëj fare me karakterin. Nuk ka të bëj me karakterin. Të paktën me të ngjashmit e mi, dikush ishte tip pak më I but, dikush ishte pak më mund të them që janë këto tipat pak më rebel. Pa ke një lloj rebelizmi. Ti do të flasësh për një gjë, për drejtësinë, për rregullimin e botës, në atë fazë të moshës që ti gjithmonë je me një super ide që do të rregulloj çdo gjë që është jo në funksion më të rinisë time. Kjo ka qenë për kohën. Kurse sot nëse bëjmë një krahasim, ju dikur doni të rregullonit gjëra të mëdha, gjëra që nuk funksionojnë me shoqërinë. Kurse të rinjtë e sotëm duket sikur ditë pas dite po humbasin shpresën dhe vetmja zgjidhje që gjejnë në pjesën më të madhe të rasteve pa dashur t'i përgjigjsoj është të ikin, të heqin dorë, ta lënë problemin aty ku është pa bërë revoltën e tyre.
Si krahason dy brezat? Shiko, kjo ka qenë gjithmonë, kjo çështja e të ikurit dhe në ato vite, se ishte periudha demokracisë që shumica e shqiptarëve u dyndën që të iknin të largoheshin fare nga Shqipëria. Se me zore kishin pritur. Edhe me zore kishin pritur. Mirë po jo, sepse ke parasysh ku vjen nga një botë që ti ke parë një mori filmash dhe ti e shikon nga një këndvështrim ndryshe jetën dhe jo atë realen që është faktikisht. Sepse unë që nuk kam ikur aq herët, po kam qenë thjesht kam shkuar tranzicion, si thuash, me periudha hajde ik, kam parë motrat e mia se sa e vështirë është emigracioni, domethënë që të duhet një lodhje dhe një strapacim shumë i madh në një vend që nuk ta shtron askush, je i vetëm, do ta fillosh nga e para. Nuk është kaq e thjesht. Mbase për sa i përket anës ekonomike dhe brezëri tani do të hiki për shumë gjëra, po mos i futemi politikës, kanë faj as brezëri dhe që duan të shikojnë diçka më avangarde, unë jam për shembull për brezin e ri, nëse nuk ka një mundësi për shembull një shkollë e caktuar, universitet, që ti nuk ke mundësi ta bësh në Shqipëri dhe të jepet shansi që ta bësh diku tjetër, pse jo, është një zgjedhje shumë e mirë. Po, unë nuk jam kundra që njeriu ta gjej veten aty ku gjërat vijnë në funksion të tij. Dhe jo të heqi gjithë jetën zvarr, duke u përpjekur dhe ka qenë në funksion të sistemit dhe jo në funksion të vetes. Si për shembull unë. Jo, rasti konkret. Jetova me një shpresë shumë të madhe. Cila ishte shpresa jote? Po që do kisha do bënim ndryshimin, do isha e vlerësuar në vendin tim, do isha e privilegjuar në vendin tim. Mirë po, kjo nuk erdhi duke u rregulluar, po erdhi duke u përkeqësuar në Shqipëri për artistët gjendja. Sepse arti ka qenë si pa krah. Nuk po flas vetëm për këngëtarët, flas të gjitha llojet e formave të artit që çalon shumë. Neve nuk përfaqësohemi, shumë pak përfaqësohemi me artin në përbot. Po ta vësh re më shumë është Kosova është më e privilegjuar dhe përfaqësohet më tepër me artistët e vet në përbot se sa neve me artistët që kemi këtu, domethënë. Nuk e di, është një çështje zinxhiri, sepse është çështje menaxhimi, në Shqipëri s'ka pasur menaxher arti. Ja, vërtet është, edhe një çështje tradite. Unë jam artiste, unë nuk jam tregtare, nuk mund të bëj tregtime me artin tim. Për qoftë edhe me një këngë që kompozoj, nuk e hedh dot në treg. Më nevojitet një menaxhim i mirë. E vërtet është. Ndërkohë që unë kam bërë gjithmonë tentativa, i kam menaxhuar vetë gjërat dhe kam dështuar. Pse? Kam shpenzuar para të madhe, mirë, po nuk kam ditur ta shes atë produkt që kam bërë. Më kupton? Sepse unë jam artiste, s'jam tregtare. Po dëgjoja një këngë shumë të bukur. Ama kam bërë gjëra autentike që ngelen aty të paktën me këtë, domethënë kjo është një gjë që janë gjëra që nuk përsëriten dhe janë gjëra me vlerë, por na rrof vlera sepse të ardhurat nuk i kam fituar nga ajo gjë. Në fakt, po më kujton, po dëgjoja një këngë shumë të bukur, ishte një bashkëpunim i yti me një reper përpara 7 viteve, më fal nëse nuk ja kujtoj dot titullin tani. Por ishte një këngë, po. Ai është kompozimi im, ishte shumë e bukur, realisht, shumë vibe, por kishte shumë pak klikime, ndërkohë sepse nuk është menaxhuar fare. E vërtet, dhe prandaj e solla këtë si shembull për të treguar që menaxhimi është shumë i rëndësishëm dhe është gjysma tjetër e punës. Është gjysma tjetër e punës. Unë vetëm aso kohë që është bërë kënga, kam shkuar vetëm në një televizor që kam dhënë një intervistë, por kaq. Domethënë më ka penalizuar shumë çështja e menaxhimit, sepse shumë veta që shikojnë ato pak gjëra që kam bërë unë në art, thonë si ka mundësi me këto produkte nuk të janë hapur rrugët, si thua, që të bësh një boom
spektakolar, po, sepse i kam bërë vetë, nuk është se i kam bërë me menaxhim. Po pse Elinara, do të thënë pse si ta them këtë, nuk konformohesh dot në disa gjëra që se është artiste, është artiste. Po pse nuk bëj dot kompromis. Për shembull, kam pasur raste që të punoja me X kompani, produksioni madh televiziv në fushën e muzikës, që më duhet, për shembull, nëse do të bashkëpunoja me ta, duhet të pranoja, të këndoja muzikën e prodhuar prej tyre pa pëlqimin tim. E njëjta gjë që na e ka thënë edhe dikush tjetër me këtë studio. Do të thonë, kur një projekt mua nuk më përshtatet, unë thjesht du ta bëja për komercialitet dhe do shitej dhe unë do isha e varur nga kjo kompani, do merja një shifër qesharake si fillim, sepse sigurisht që ti do përdoresh nga filan label, dhe përveç fakti që ti nuk do bëje muzikën që doje, po do ndihesh edhe e përdorur dhe e shfrytzuar në të njëjtën kohë. Sepse do ishe thjesht një punonjës për X kompani. Dhe pastaj të kthehet si punë 9-5 ai arti që bën. Të njëjtën gjë që the Tira e kanë thënë edhe artistë të tjerë, të njëjtën gjë, saktësisht të njëjtën gjë. Tani më lejo të bëj çik avokatin e djallit. E di pse dua ta bëj sepse nuk e pranoj dot që një artiste kaq e mirë të mos jetë, po themi, në imazhin ose në dritën e projektorëve të tregut edhe tani që flasim. Më thënë është një çështje pse duhet ndodh kjo kur promovohen në shumë antivlera, shumë njerëz që nuk janë artist, mos janë artist fare. Dhe një artiste pse të mos e bëj kompromisin që le të bëj atë bashkëpunimin me atë shtëpinë diskografike, le të bëj ato 10 këngë që ata duan, por të vazhdoj të jetë, se pasi do bëj edhe një këngë tjetër që i përshtatet karakterit saj, që do shkëlqej, do shndris. Pse të mos ndodhi një gjë e tillë? Po, atëherë ti nëse do të paraqitesh shëmtuar me artin tënd, do të bësh këtë lloj kompromisi. Dhe ti ke shumë të drejtë, domethënë do shfaqesh dhe do fitoje shikueshmëri më thejtë, thash. Mirë po, mua më zhdukur sikur në atë rast do shëmtoja shpirtin dhe dhe përveç fitimin që do merja. Prandaj dhe nuk e kam bërë atë gjë. Kam preferuar më mirë të rri në heshtje se sa të bëja një gjë të tillë, domethënë. Nuk bëre të tregti me shpirtin tonë. Mendon që do humbiste diçka nga arti yt i vërtet ose nga ajo që ti mendoje se brendshmi se është arti yt i vërtet? Po, do më ikte që nuk do të mundesh ta bëje dot pastaj prapë. Nuk do quhesha më një artiste autentike. Do quhesha artiste komerç. Siç janë bërë shumë artistë në Shqipëri që nuk kam qef të përmend emra. Po i dim. Por janë të admiruar. Nuk i vëfaj fare, ata janë të admiruar, madje janë më përpara se ne artistët e tjerë për nga ana financiare, e shumë gjëra të tjera. Po varet si do ta shijosh jetën, domethënë, si do ta çfarë do ti të marrësh nga kjo jetë, do marrësh dhe atë goditjen, duhet të jesh mos kokçarës në këtë rast. Duhet ta vrasësh shumë. Po, duhet të mungoj çike edhe morali. Edhe çik cipa. Edhe po. Mos kesh. Po patjetër. Do të thonë nëse ti bën këtë lloj kompromisesh, i ke thënë personalitetit tënd mirëpafshim. Me mua s'ke më punë. A mos kish edhe frikën tjetër që po themi përdorimi nga industria muzikore do të dilte jashtë kontrollit, pastaj do ta kishe ti më veten në dorë artistikisht se ku do shkoje. Janë njësër dilemash. Pra, po, është ajo fjala me artist ndërkombëtar. Po të kaloj një herë miu në mustaqe, pastaj kthehet në rrugë pastaj. Dhe unë të qenurit e përdor kur nuk ka pëlqyer të më ndodh në jetë dhe e kam ruajtur këtë. Dhe kjo ka pasoja të rënda, sepse të kufizon dhe krijon pak edhe vetmi, krijon tërheqje nga kjo pjesa tjetër që pranon të bëj lloj kompromisi. Madje mua më krijohet përshtypja sikur Elinara ti as të pëlqehesh nuk je përpjekur kur. Fare. Pra, ata që do të duan për atë që je, për atë që ofron, ata që
nuk e pëlqejnë, le të themi atë që ti bën, you don't care. Jo, është e vërtet. Mbase i kam prishur shumë punë vetes time, mbase dikush që më dëgjon dhe thotë, po kjo. Pendohesh apo ndihesh krenare për veten? Mirë, po besoj që është çështje karakteri zemra ime. Besoj që do të kisha bërë të njëjtën gjë dhe po të isha tani në moshën 20 vjeçare. Po të kthehesh sërish do ta bëje të një tani që ke më shumë përvojë, ke kuptuar ca gjë, se kur je i riu si veriu thon. Po është rebel edhe merr flak. Do ta bëja, po mbase tani në këtë kohë do kisha pak privilegjin se tani besoj që kam filluar pak edhe kjo çështja e menaxhimit, kanë filluar të shkojnë të studiojnë për menaxher arti se Shqipëria vuan për nuk ka shkolla menaxhimi arti, me sa di unë, më korrigjoni. Ka? Ja, se di, nuk kam menaxher arti? Vetëm nëse është ndonjë lëndë e përfshirë në Universitetin e Arteve, po jo, specifikisht nuk ka. Domethënë, edhe kjo është gjë e trisht. Ti po e studion ndërkohë këtë. Po, shiko tani. Fakti që vajza ime kanë zgjedhur pa dashur unë, po zgjodhën vetë ato të njëjtat rrugë siç kam zgjedhur producente muzike. Pse mos trinte vajza ime në Shqipëri, po ka shkuar në një X shtet tjetër për të bërë edhe ajo rrugtimin e saj. Më kupton? Sepse çalojnë shumë gjëra këtu. Ajo do të prodhoj muzikë, po dhe ajo ka hasur këtë vështirësi që kam hasur unë, mamaja e saj në X vite. Dhe duke folur me vajzën që si t'ja bëjmë kështu, duke parë që dhe ajo është në fushën time, atëherë si t'ja mohoj unë që ajo tiki nga vendi, dhe pse unë nuk dua të rri afër meje, pse t'ja pres unë iniciativën, kur ajo në një vend tjetër mund të e ka më të lehtë për të gjetur një gjë të tillë më ku të gjej veten. Sepse dhe ajo është producente, po ajo prodhon, po dhe ajo nuk merret me tregti, domethënë do të dikush që ta drejtoj në këtë. Prandaj janë hallkat e ndara, secili bën në punën e tij edhe në një fushë si arti ku duket që është gjithçka në dorën e artistit. Jo, ka të bëjë shumë edhe mënyra se si e marketon, edhe më tej mund të ketë pasur vepra arti që janë parë pas shumë kohësh dhe kanë thënë, po kjo ku ka qenë? Se nuk e kemi parë. Ose nuk ka pasur kanalizimin e duhur për tu ndjekur nga pjesa tjetër. Unë do doja shumë që Elinara na thoshte që unë do rifutem fuqishëm në tregun muzikor. Do doja. Shikoj, unë tani kam dhe vajzën që mi prodhon këngët, jo se këtu s'ka kompozitor, ka sa të duash, unë prodhoj dhe vetë, bëj muzikë dhe vetë, por do ta bëja, po e di shumë mirë që do ngele një projekt i pa zhvilluar. Do ngele një gjë që unë do ta bëja për qefin tim dhe për publikun, por ajo varet nga, për shembull, jemi këtu një studio, varet nga X studio se sa reklam do t'i bëj, fikse, unë qik i kam bezdi këto, më bë pak reklam mua, duhet të lindi vetiu kjo gjëja, domethënë, nuk më pëlqen të shkoj të lutem për një gjë timen që e kam prodhuar vetë. Kështu funksionojmë neve të paktën, edhe me pikturat, për shembull, kur më pyesi dikush që sa lek e shet këtë pikturë, unë do ngelem pak keq, sepse nuk shes patate. Unë nuk jam do të çmim për një vepër që është art aty, që ka shpirt, që ka